Përshëndetje të dashur shikues, sot do ta nisim nga episodi ku Sadakat humbe ndjenjat nga tentimi i largimit të Xhianit nga Konaku. Pas gjendjes të stabilizuar të Sadakatit, Xhian dhe Ayla shkëmbejnë një dialog midis tyre. Ayla, më vjen keq për ty, e di sa e vështirë është për ty të përballesh me nënën tënde, ti thua shik. Dhe e di që po përpiqesh, e di që po e bën edhe për mua. Xhiani, faleminderit, por unë këtë po e bëj për veten time. Por ti je akoma me mua, apo jo? Ayla, e shoh se po mundohesh, por nëna jote nuk do ndalet. Do vazhdoj të na lodh. Ne nuk do vazhdojmë të konsumojmë më veten. Mos e çojmë situatën deri këtu. Ti e pesa u përpoqja të qëndroj, e desha shumë këtë. Unë dua të qëndroj, por nëse gjendja e nënës tënde përkeqësohet, çfarë do të bësh atëherë? Pse duhet të jetojmë kështu? Xhiani është i ndarë mes dashurisë për Aylën dhe detyrimit ndaj nënës, por i lutet Aylës që të mos e braktisë dhe të mos largohet, duke marrë Denizin dhe të ikë. Ai dëshiron që ajo të qëndrojë aty dhe të përballojnë gjithçka së bashku. Pas i largohet nga Ayla, Xhian shkon tek Sadakat. Xhiani, ti do të humbasësh shëndetin tënd, nën. Unë nuk do të ndryshoj mendim, ta dish, nuk do të tërhiqem. Sadakati, çdo gjë që kam bërë për ty, që ti të jesh mirë, që djali një kryetari fisi të rritet pranë teje në këtë konak. Xhiani, nëna ti fëmije nuk do i kur në këtë konak, ajo grua nuk do të kaloj këtë prag. Mënyra më e drejtë është të mos ndahet një fëmijë nga nëna e tij, prandaj ata do të shkojnë, do jetojnë në shtëpinë që u ka marrë. Kur ta marri malli për djalin, ajo do të vi tek unë. Ka mbaruar. Sadakati, ti po më kundërshton për një grua? Xhiani, nën, unë jam i martuar, do mësohesh me këtë. Do ta respektosh këtë, kjo është e vërteta. Nëse ajo del nga ky prag, mos e lërë më kur syrin tim të shoh këtë derë. Në mëngjes herët në tavolinën e ngrenjes, Xhian fillon të hap diskutimin e çështjes së bebes. Xhiani, tani unë dhe nëna folëm, çështja e bebes nuk do të hapet me brenda këtij konaku. Fëmia që do të lindë nuk do të jetojë në këtë konak, dhe të gjitha këto do të shkoj t'ja tregoj Mines, fjalë për fjalë, që Mine të mos shpresoj më tek ajo. Ndërsa kjo skenë është çështja e martesës së Kajës, Sadakati. Sonde do të shkojmë të kërkojmë vajzën, mos e harro këtë. Nëna e vajzës ka dërguar masën e unazës, ka bërë përgatitje, na pret sonte. Pas spitalit do të marrim unazën dhe do të vendosim çfarë tjetër do të çojmë. Xhiani, o djalë, je shumë entuziast, por as nuk e dije që është sonte. Hiq dorë, Kaja, hiq dorë sa nuk është vonë. Sadakati, nuk bëhet fjalë, fjala është dhënë, nuk të riqet. Edhe dorën e vajzës do e kërkosh ti, Xhian. Do të shkojmë të gjithë së bashku. Xhiani, nën, mjafton që ky të heq dorë, unë shkoj dhe flas me ta, i bind. Por Sadakati nga ana tjetër këmbgul që kjo martesë do të bëhet, pavarësisht kundërshtimeve. Ndërsa tek kjo skenë është propozimi i Shahinit për martesë ndaj Nares. Në këtë propozim ka 3 gjëra shumë të forta: dashuria që ka pritur me vite, shpresë që nuk është shuar, premtim që këtë herë nuk do ta lërë mëm. Edhe pse Nare pranon e lumtur propozimin e Shahinit, ata dëshirojnë që martesa e tyre të bëhet pa u marrë vesh nga askush. Nga ana tjetër, Sadakat shkon në spital të përballet me Minen, e detyruar nga Xhiani. Sadakat, unë po mundohem sa të mundem, por Xhiani është shumë i vendosur. Ai nuk e ndryshon vendimin. Mine, po thoni që as unë dhe as fëmia nuk do të hyjë në konak? Sadakat, po Xhiani e ka vendosur, ju nuk do të hyni në konak. Mine, po ju çfarë më that mua? Kujdesu për shtatzanin, pjesën tjetër ma lër mua. Unë do të rregulloj gjithçka, kështu më that. Tani çfarë do të thotë kjo? Sadakat, qetësohu, mos e ngri zërin. Mendon se jam e lumtur unë me këtë? Ajo grua nuk iku. Xhiani nuk heq dorë prej saj. Zonja Alja ja doli që ta lidh djalin tim pas vetes. Kjo çështje është e mbyllur. Xhiani do t'i dalë zot fëmijës, do t'ju marrë një shtëpi, ju do të jetoni atje. Në konak nuk do të vinim. E lënduar, Mine përballet me Aylën, pa filtra, pa diplomaci, vetëm krenari e lënduar dhe fitore e hidhur. Mine, je e kënaqur, fituat, ja ku jam në këtë gjendje, vetëm. Je e lumtur, Alja? Alja,
Unë nuk kam bërë asgjë, jam në spital në detyrën time. Mine, largohu nga rruga ime. Nuk të mjaftonin dy veta. Asgjë nuk të mjafton ty. Tani po më jep edhe moral. Alja, unë vetëm po përpiqem të ve kufim. Mine, tani edhe sadakat po të shërben ty. Bravo. Në atë moment të ndërryn edhe Gjani. Askush nuk po i shërben asaj. Ajo nuk ka nevojë për këtë. Ajo i zgjidh vetë punët e saj. Por të gjitha dyert që ishin hapur për ty janë mbyllur, dhe atë derë e mbylla unë. Duke përfituar nga dhimbja e Mines, Demir nxit atë drejt një lëvizje të rrezikshme, po e shtyn të përdorë një sekret mjekësor kundër Gjanit, çelësi spitalit, qasje në dokumente, dosje, të dhëna të fshehta. Mine nga viktim po kthehet në një lojtare aktive. Ndërsa te kjo sken është Sadakat, Gjan, Kaja dhe Alja. Qëllimi është të kërkojnë dorën e Ipekut për martesë, por për Kajën është një torturë emocionale. Ai nuk është dakord, por e di se nuk ka forcë të ndalojë këtë proces. Por edhe nga fakti që martesa po bëhet pa pëlqimin e tij. Nga ana tjetër, Zerrin shikon skenën, ajo sheh se personi që ajo dashuron po martohet me dikë tjetër. Dhimbja është e fshehur, por sytë dhe qëndrimi tregojnë trishtim të madh. Zerrin e dëshpëruar dhe pa shpresë, shkon te kura dhe qëndron pranë parmakut. Duke parë ujin poshtë, ajo tenton të dorëzohet, por një moment Demiri shfaqet dhe e kap nga pas. Demiri e tërheq dhe e mban fort, duke e shpëtuar nga rreziku. Zerrin ngelet e gjallë, e tronditur, por njëkohësisht duke kritikuar Demirin se pse e shpëtoi dhe nuk e la që të vdiste. Ndërsa tek kjo skenë, Alja po vepron si mbështetje për Naren, duke ndihmuar fshehtas, por qëllimi është i qartë, përgatitja për martesë i saj dhe Shahinit. Gjan zbulon këtë fshehtësi dhe kërkon shpjegim, duke treguar shqetësimin dhe kujdesin për situatën. Por telefonata nga Erol e ndal këtë bisedë. Ai fut një element të ri tensioni, lirimi e Xhmelit nga burgu mund të sjellë komplikime të ardhshme. Nga ana tjetër, Mine gjen Chelsin që Ugur ja kishte dorëzuar. Ajo gjen një letër, e cila është një aksion i guximshëm i Mines për të zbuluar të fshehtat e mëdha. Sekreti fshehur prej vitesh tani po nxirret në dritë, duke përfshirë gjithçka. Identitetin e babait të Boranit dhe dokumentet që e mbështesin këtë. Ndërsa te kjo skenë Gjani është i vendosur të ndalojë martesën e Shahinit dhe Nares. Papritmas, Ajla sheh një person dhe i thot Gjanit: "Gjan, ky është personi i vërtet, nuk është ai që pretendoi përse vrasjen e Boranit e porositi Nadimi." Gjan kujton menjëherë, ky është njeriu i Xhmelit dhe tani kupton rëndësinë e kapjes së tij. Ai vendos të niset menjëherë për të kapur Hamadën, duke lënë një detyrë të rëndësishme për Aljen. Shko dhe njofton Naren, thuaj të mos martohet me Shahinin. Alja e kupton se përgjegjësia për të ndaluar martesën tashmë është vetëm tek ajo. Ndërsa kjo është një përballje emocionale midis Sadakatit, Mines dhe Aljes, ku të kaluarat dhe të fshehtat nxirren në dritë. Tensioni krijohet nga premtimet e shkelura, sekreti i Ugurit dhe përkujtimet të dhimbshme për të kaluarën. Mine që përballet me Sadakatin është e vendosur të kërkojë llogari për të kaluarën dhe të ardhmen e fëmijës. Mine tregon se ka marrë një dhuratë nga Ugur para se të vdiste, duke zbuluar të vërtetën. Boran është djali i Xhmelit dhe Gjan Deniz është nipi i tij. Ajo premton se nuk do të flasë, por vetëm me një kusht, që Ajla të largohet në Kanada bashkë me Gjan Denizin dhe të mos kthehet më kurrë tek Gjani. Por në atë moment delikat, ndodh dhe ardhja e Xhmelit në konak. Ai fillon me tone të rënda dhe kërcënuese. Erdha të tregoj se do të përballesh me ferrin tënd, i thot Sadakatit, dhe nuk është aq e lehtë të më dëbosh nga kjo derë. Duke mos pasur zgjidhje tjetër, Alja po largohet, duke ditur se nuk mund të qëndrojë më në konak. Sadakat është e detyruar ta lejojë të shkojë, me lot në sy dhe dhimbje në zemër. Duke u larguar, Alja sjell në mendje kujtimet dhe dhimbjen e ndarjes. Gjan mbetet figura qendrore në kujtimet e saj, por situata e detyron të largohet. Atmosfera është e trisht. Në atë moment, Gjan shkon tek Alja dhe te porta e nisjes mundohet ta ndalojë. Ai thot se nuk do ta lejojë të largohet dhe i tregon ndjenjat e tij. Ndërsa flasin dhe përballen me ndarjen e mundshme, Gjani jep Aljes një puthje të butë, duke treguar dashurinë dhe dhimbjen për ndarjen.
Ky është një moment i eshtur për pak sekonda, duke u përqendruar vetëm tek ndjenja e tyre dhe lidhja e tyre emocionale. A do të largohet Alia pas deklarimit të dashurisë së Gianit? Këto dhe shumë situata të tjera do t'i ndjekim në videon e radhës.